بعد قال الله عز وجل في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون ما بعد فلم تريبت الأخذ لتقول لكم الله عز وجل صلوات وسلامات على محمد عليه الصلاة والسلام وأشهد أن شيء عز وجل وعلا شوفيتا familjen e tij, shokët e tij sinqert besnik, dhe në vitin gjitha ata të cilët e pasonin deri në ditën e gjykimit. Ndërruar xhamat, ndërruar vëllezër, jemi në ligjëratën e radhës taksimit, ligjëratën e taravis, me lejen e Zotit xhallahu sot do ta trajtojmë një çështje e cila çështje lidhet në përgjithësi me të jetën e njeriu. Konkretisht, suksesi, bereqeti në jetë në barën për e kësa qështje. Aq ma shumë që shpëzohet këtë qështje, aq ma shumë që thot ka me pas bereqet njeri unë i jetën e vetë. Pra është fjalla për shvecimi dhe rujtja kohës maksimalisht në Ramazan. Na dim që jeta këtë botë është gjërë dhe shpavot jetë maksimumi në kush më manat. E të kush më arët. Mirë më njërë posisht e tim që muaj i përkuar i Ramazanit pa gjeneq, është ditë saktume, është ditë nëmërume, e ka një fillim edhe jem mbarimi i Ramazanit. Për të ashtuje koha Ramazan është margaritar i shkuar dhe margaritar me vlerë, nga se shumë njerëz që nuk e shqetësojnë kohën, ka marrë koha dhe momenti që me kërku nga Allah Azza me u këthim mrapa dhe këtë kohë me shqetësuar punë mira. Pra të arsye ka ardhur hadith vërtet që u shpirt pejgamberi alayhis salam, kush është njeri më i mirë? Men ahsanu an-nas ya Rasulullah. Kush është njeri më i mirë? Tha, njeri më i mirë ka Allahu është ai i cili jeton gat. Ama këtë jetë gjatësi e shqetëson punë mira. Ndërsa njeri më i keq kush është ya Rasulullah? Tha, njeri më i keq është ai i cili jeton gat. Ama këtë jetë gjatësi e shëzën me punë të shia. Andaj muslimani e llogarit kuma margaritar, shtrejt, shumë, dhe e llogarit që kjo po dikur ka mu hargjit. Kjo bateri full, dikur ka marrë bateri lop, edhe ka marrë koha që bateria mu ngarkun nga telefoni nga se nuk ka vlerë. A përshimni, si njerëz kemi vlerë, kur desim nga unë vlera krejt, dhe njerëzit me të që kërisim e në nëzirë të upi pishpijës. Qaj e nga që i ke rritë, qaj e re që i ke pojzmet e ke respektu, qaj e vajzë, një natë të muaj shpej për këtisë, që ty në natës më qënë se babas dhe nënës për venjera dhe nënës. Andaj hu të lera i pote kur të desë, andaj pa mundësohën ty pasaj me kërpu dhe me shlizu këtë ku. Krasim kjo botë me botë tjetër në barë është me fermenti, e levo me krasu. Para menoni, kur të bisedojnë njerëzit në xhenem, se sot kemi nejtë në dunjo, gjarë dhe shtavat jetë, e ka përshkua do këtë bisedë, shka thëmë, kale kemë në pithëm finë ardi, atë dhe sinin. Ata pisë një tjetërin, sa vjetë kemi nejtë në tokë. Kalu le mithna jomën e u bardha jomën fesme një ardi. Shkoni me përgjigjen, kemi nejtë në dunjo, një ditë ose gjysë dite, vetë në ata që ti me në mu. Që shpërej një jetu të të djetë këtë dunjo të përdu një ditë, gjysë dite, po që shtu thotë se cili, në të botë, se në të botë nuk ka përfundim. Në të botë është një fillim dhe nuk ka fund. E kur të krasojmë, këtë botë në botë, në duke që gjysë dite kemi nejtë në dunjo. Jo e dini shumë mirë. E këmë se grasin e Nuhin a.s. ka jetu për minimi e vjetë ka boda vetë, që aku tonë imam hoqë, atë kutimin e fjallë është tërës, edhe për i ka përsy një vjetë i ka vetë njerëzit. A dhe me në përshku të njënë, sonë, që shtu ka do, gjithë do vjetë kjetu. Nuk i ka thëmë, suku me ime një shpije, se i ka 2 hymje. Ku mi ka një hymje, ku ndonë ka tjetër. Qa shkurë? A i ka jetu për minimi vjetë. E ti me 7 tjetër, dhe 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 dhe
si ka tonë si fshat pra i vjetë më duhet është baba i këtorit. A që asiti, 96 jetë. E njerëzit kur dëgjojnë se ka rritë kush këtë moshë, edhe është mirë me shnet, ecë, a vetë mirë, njerëzit që dikën. Vetë se me thonë mashallah njerëzit mojnë puku. Për të ashtuja 97 jetë në dobët shumë. Nuk i ka e tunë 1050 si imam, si tërës, e so ka e tuve që e të një vajtë. Edhe për ka vejtë, hajtë ka thëna që shtu ka tunë të njoja, ka thënë që në i për në dirë, edhe me dorë për dirën tjetër. Në ka përqyri të thënjë një poetit, edhe kom pas që këtu me lezu para juve. Thëtë poetit, duke të regu se sa shpejt jesin orët, ditët, natët, vitet, edhe kare me dhe jetë. Thëtë këj poet, çdo rrahje jemi e zemrës i thot njeriu, se kjo botë është vetëm disa çaste dhe momente. Andaj bëjeni të mirë si për kujtim për të mirë, nga se për kujtimi është krejtësi shqitje tjetër. Qysh krejtësi shqitje tjetër? Njëre që është deregje tekës. Edhe njerëzit që vinë me vizitu e ngushtojnë. Njohë një thënë një fjallë mirë, ose ki gajnë me bursa o bajsa që mund të poshtë. Pasa se të kone ke dhonë sa punë e mirë i ki mora. Me njëherë, a i po të tekë në të jetë, ama të rejtët imri, i fartëmatit jetë. Ose ka thënë e moja, e ka për qëllim poetit, këtë thënje, për personën e cili desë, ama qatë punë mirat shumë të ka bo, anim se është vorë, anim se ka vdek, ajo është gjohë me punë dhe tjetë në mesin e njerëzve, mesin e fukarave, ata halaj për me në njemi. Po ke plate që e ka shpet, e ka rrit, e ka rrëpotën. Një fukaron qorsh luginës, që i ka që milë, e përmen, edhe pas dekës e ti. Andaj sa oso njëri, o gjohë, po një atë kurse përmene. Që zhyna i sen, sa oso njëri ka dekë, po t'i ku, ama hada e përmen të njerëzit për shkarë punë dhe fina që i ka bu. Andaj, njërë për i djetarë ka thonë, jeta është shkurtur, andaj mos e shkurton me gjunoha dhe pak përgjësi. Nga se nëse të shkon një ditë të kësaj bote, me tërë ka shku një jetë e jotja. U konë të dojtë një këndiza më bajbër në sudi, edhe njoj i gjëmatit i ka thonë, e ka voqa për pip, atë s'ka pas kafa për bje fjalla, apo ndojnë është bisedojnë pak, është të thjesht, bisedë e thjesht. Ki u që ditë në qysh, vesh me nej, s'kom të shka pyjtë e vesh për njëmë. I ka thonë në përme një kushtë, qëfar kushtin? Thërëdoj e kishtën të djilë në, edhe thuj dilët mos një petishë. Mos i karab se përnë minutët. Ka urahojë me smuj, edhe pas e smunë s'ko ma menej. Ka doshtë të reku që ku është me vlerë. Ki pyqje, ki përgjitje, ki qëka të korek, ama menej, bati hava, veç me ka përkuar një. Për të asyre ka thëma për e mësudin kune e urej, që me më kalu muë nga jetë e jeme, një dite, një natë, edhe mos me punu ku qëtë mirë. Thot e urej me mëzun mazdarkja, nata tërë dhe kur tjene mazdarkja tërë, me i thonë vetës, hajtë një fletë barë, që ku posën të shka mirë. Që në fjallë e ku folë mirë, qëfar vepër të mirë ku mu. Për të arsye, edhe në është Allah, jemi njerë si ju ka pojnë, edhe në ashtu me si ju pasha zotën e marë. Ka thonë për i gamen se rafë, një me teni me rrgunën fia këthirën në nësë. Dy punë, dy gjëra, njerëzit se atin kim jetën. Cilët të në dojë Rasulullah, as-sihhatu wal-faragh. Shëndetje dhe koha e lirë. Është i shnetshëm, është i fuqishëm për me punu, për me gjavu, për mu falë. Edhe kalon jetën këtë kaos. E kalon jetën PlayStation. E kalon jetën Counter-Strike. E kalon jetën këtë të poshtë e nojë. I ka po të vjetë për të martoma muat vullnet që ka pas për atë vjetës e ka. Muat atë fuqi që ka pas për atë vjetës e ka. Tash i ka po të rrët vjetët, i ka orë me të hanes për të martu. Kur t'i linën i thmi të rrët të vjetës vjetë, ka të vjetës va i linë së vedi, e shep që ku shë pas të vjetës. Aj, me detë për mua dhe. Ku për mu, o valla ku për mu. Do me përmu të shka, njerët e shirë, për përkis ka përmu dhe 4 vjetë, shka me mërë në këtë në samë përmu. Do me përmu të shka me gjallë së mundë, se ka mua të lërë në fuqi. Edhe ty njeri, e bje punë në dërejgja në fund topës që të topë se ka së pejti. Me ku patë, se ka shqytu shumë dhere.
E dyta është el-farag. Shfrytëzimi i kohës së lirë. Me shfrytzu kohën e lirë. Nga se ka mundësi ka me arë një zaman një kohë që kime pas dëshirë më mirë, ama ma nuk ki vakt. Po më thot një a voqë, po ma shpesh të qëra Ramazan. I thash, në pas 55 vjetë, si file më hoqë e përmene me emër, edhe me pas derte, me pas vesti, një kim qosha që nuk ne, një që daktisë në fëmija, telashe, angazhime, nuk i kësha pasur komunitet. Po du me qumë amanetin e pejgamberit vend, me shpizu shkjeti që e koma, me shpizu kohën e lirë. Hapsire që e koma, mi adhën amanetin, edhe mi adhën në hapën asaj që e ku marë një supet e lirë. Për të syje, Allah Azza e ka zbrit një surë në Kur'an për kohën, që për këtë surë ka thënë Imam Shafiu, mës me pas zbrit kur që hiç pikërohen dhe surja e Asr, që shumica e xhamatit e din, kish mjaftu si porosi i Zotit me tregu që duhet me të musliman. Wal asr inna al-insana lafi khusr. Pa shakuan shumica të muslimanëve janë ndalë të humbje. Për shkak se nuk ja din kimetin kohës, se shfrytëzojnë kohën. Illa alladhina amanu wa amilu s-salihat. Vetëm ata që kanë besuar dhe kanë bërë mira, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ata që e kanë udhëzuar i tjetrin me e pasur të vërtetën, edhe kanë udhëzuar i tjetrin me e posapër edhe mos me udhëzu. Gjithashtu, ka thonë pejgamberi sallallahu nuk ka me lëviz puma vitit të Ademit. Derisa të pyetët për 4 çështje ose për 5 çështje, njëra prej tyre është kohën që shë ka shfrytzuar, rinin që ka kalu, jetën që ka kalu. Se në rinin ki mundësi më u zhvillu aspektin financiar, aspektin fizik, aspektet e tjera të shumëta. Se edhe organizmin ndryshe mendon, ndryshe regjipon dhe ndryshe koncepton. Me thonë e triut, po flasë njëri që ka e lamë për punë, që është njëri pozitiv, me thonë krye këtë puni duke dhe letë, po kur t'i kuja për 50 vjetë, 60 vjetë, mi e nga pun këtë puni duke shumë e. Se nuk e ka mu asë fuqi trupore, psiqike, fizike, nuk e ka mu. Andaj ndryshe i riu i përseton punë, i pranon punë, ndryshe i cili ka mu të vjetë, edhe ka kalon një kohën e jetës së ti. Andaj djetarët kanë qenë atë të cilët, pra që jenë angazhu për ta shfrytzuar këtë kohë, edhe këtë angazhime ka bu më shumë gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Prej çështjeve që ka thënë ulemaja të duhet shfrytzuar Ramazan, është gjithashtu çështja e shfrytëzimit të kohës dhe angazhimit për punë të mira. Në këtë rast për sadaka. Thot poeti një poezi, o ti që kalon kohët e jetës tënde që të janë të pakfyeshme. Do thot, sot ora është 7 për momentin e 10 minutë. Maharat ke 6. A ki mundësi me kthy orën që shka qenë më në 6 të ty, sa hatë e shpia mund i shpia një vita kreve që shdush, ama me kthy orën që ka shku t'ju së në këtën. A dhe po të poeti, o ti që orët e jetës tënde, po të shkoj njërën të pakfyeshme, që i sytë. Pasaj tha, dhe që për kalimin e këtyre orëve nuk mund të gjesh për të qenë, thot kalove jetën tënde pa po asgjë, duke ditur se kjo jetë është për të punu e jo për të flejt, se se do t'jene kua kur do t'kish qërë me punu po s'ka varë, se është kua e logaritanjës. Andaj po kua ka marrë kua që kime dash me punu, ma s'ka varë me punu, kime dash me që nuk Amazonit, po s'është për Amazon njështë Amazonit. Kime dash me fojë të rabi, po s'ka të rabi mas Amazonit. Andaj këto mundësi të arta, dhe këto mundësi duhet me mundu me i shkëshu maksimalisht. Normalisht, Ramazani ka qenë çdo harbuj që njerëzit që dallu. Edhe njëri i cili ka qenë deri diku komparac para Ramazanit e gjejnë Ramazan që ka filluar me çudorë. Ka filluar me u pak më pjot se sa mund të kalon. Se kështu ka qenë pejgamberi sa njëri bujor vazhdimisht, thotë na pasi pejgamberi Allahu vazhdimisht ishte bujor.
por bujarinje ti e shqytsonte, apo e derte, apo e shtonte ma shumë Ramazan. Sa që nuk ka mund një njeri me paramendu që ka njeri ka shbujar, që ka qenë nga meri, a.s. Për të asyre ka thënë Allah Azogel, wa ahsin kema ahsan Allah i lejnë. Dhe bon mirë, qështë ka po mirë ty Allah Azogel, që ka me po mirë? Me nësë të ka, me indimu ati që s'ka nevoj me indimu. Të ka ndimu Allah më afsu, edhe më avansu aspekti material. Mundësoja dikune që ti mu më se për, dukush mësë në pas atë krizë, edhe mësë në pas problemi në ushqimi, mësë në pas problemi në barnave, se ka në njerëzit ma shumë hekim, se s'ka në mundësi me bje barna, se son me bje ushqim, se funja fundit ushqim poqarja. Një gëllën ka 2 kafshata, 3 kafshata, e shtynë, mirë po përdurimi i jaqeve dhe i barnave, e ka fatin e kufizume dhe punë e kufizume, dhe mos përdurimi i tyre po caktune, e bon që pacienti apo njeriu me kalume në gjenje kritike të jetës e rrë. Thëtë poeti, Allah Azogel të begatoj me pasuri o njeri, andar i shpenzon nga pasuria që ka pasuri. Pasuria është amanet, dërsa vitet që e nëson dhe e kaluse. Pasuria të përshë së se ujë që nëse e mbyllë, e humë shirë dhe nuk pirë, nëse e djerë ujë pasur. Që koni që ka shemë dhe? Pasuria është si ujë, uzurpoja ujë, blokoja kanalet e daljes, fillon me kriju alge, fillon me kriju erë, me këndumu erë, fillon ujë bubu i rëmë, në aspektin e shijës. Dërsa kur ujë t'ja qenë kanalet dhe qarkullon ujë pasurë, qështu është dhe pune e pasurisë. Sa ma shumë të në kohë shtryllët, në ashtë të parve suvenira, ndashtë atë ato, nuk e kanë këtë tratmanin e ngjyrës, po profesorja e ka ku këtë shembull poetit me të regu i ndëruar i ka gjëru zërgjose se funja fundit ka marrë qasti edhe ka marrë momenti që ke menon këtë pasuri që i këtë ku. Zdo më në gjesë, ka thunë për nga mërë sëramë, që të leje dilë, 2 meleke bojnë doa, njëj për 2 e thotë, o Allah, shtoja ati që vjetë. O Allah përgoja ati që e lëshon dorën, e qelë dorën. Nëse Ramazan nuk e qelë dorën, kur ki me qelë dorën? Nëse Ramazan nuk jetë, kur ki me dorën? Ndërsa me laqja dytë dhe thirësi, shdo më gjithë shumë dhe thotë, o Allah, upja me qetin, edhe mos i jep ati që është shtrës, edhe ati që nuk jep së të pa më tonde. Në ati që Ramazan vepër shumë pishuar, një me 10 me 700 fish deri në pakufi. Edhe kjo shpërlim ka me uzmaku ma shumë varësish nga një jeti që e ki. Nëse një jeti është i qifë dhe i pasër pa Allah më zëgjel, veç a i nëmi Allah që është bishta të qej, e din se sa se vapin e madhë i thonë me laqën e me të shku, për asë të ko që e një dhonë. Dhe të gjukimit, po që matë për shumë t'i kërënë. Pasha zbutin e qabës, kësaj ditëri kanë shpensu, kanë frejsu pejgamberit e Zotit. Kësaj ditëri kanë tutë bura ma të vaj se na. Sër është ditë e fështirë e frejshme, është ditë shumë e nëzetë. A i këpon nësë përëm sa për esot. Vjen verës fare gjami, edhe një djetë me dalë, a i qëti gjahë, i qëti shmajtë. Pasha Zotit ku gjosë është shkërë. Kjo nëzetë ku gjosë është, s'ka është nëzetë i gjanime të më nërë. Për të ashturin në dunja ka më pas nëzetë edhe s'ka klima. Në dunja nëzetë i ka më konë gjiganë sa që njerëzit nga njerëzitit e mraja, dikush ka më njerëzit dhe të zuki komës, uje sapi. Dikush deri në gjuhë, dikush deri në belë, dikush deri në gjoks, dikush deri në fëkë, dikush ka më mbullu nga njerëzitit personale, se djeli ka më konë për t'i kryt njerit. Kush ka më arë kryer me të mbrojnë nga të njësitje, kush është klima jo dhe të në gjykimit, reja që të rejë për të kryer, sa dhe kaja dhe moshën. Për të ashtu e ka më prezent kush jetë dhe moshën, sa dhe kaja ka në shku, ka shkuj ajë. Vjen dilët e koka, ajo i detë për një kokë me mbrojnë, mos mu njërsit. Bile shtoja kësaj, që ka thobi nga mezram, një dirë dhe gjenet, Allah, ka quj dirë e sa dhe kasë, dhe këtu kërë me ime të vata që kërë me sa dhe kasë. Prej formës të shfryzimit kohës, edhe shfryzimit pasurisë në Allah është shtrimi i iftarëve.
tradita. Tradita por është me thirr iftar shpejt, që është më pak e teksume, ta është e para më shumë. Tradita e dytë, pasanikët e mëdha. Njëri quhet edhe e merr një kamion me ujë. Edhe shpërndan ujë ose personalisht vetë, ose angazhon një njeri e pagun para iftarit gjysore, një palet me ujë është shpërndan. Kush duhet marrë? Në dy. Ai gjetet një palet hurme, ai gjetet një palet data, tjetër molla, bujë gara. Kush më shumë po jep? Shkon në numër Ramazan, kush punë apo në nasib, kush më në numër Ramazan e shef sa paleta, sa kamioni del përpara të lusin njerëzit mire. Se me të lutë, të jaj që merë, me të lutë se ka mundësia për vend, që ki kilogram me darda më po se vep për të qënetin. Që ki kilogram me darda më po se vep që Allah më ja shumë fishu, mund të një Ramazan. E qështë e iftarit, është një qështje e të kume fetarisht, dhe nëzit Allah dhe pejgamberit për qështje. Mirë për nuk të thot që me qenë luks, mi afton me qenë i thjesht, komod, të pasaj të tjera zirë të shpja po këtë me punë. Thot pejgamberi sëram, a i cili jep iftar, e ka shpërblimin e atyre që ka një mu, pa ju të paksu shpërblimi për puna. Edhe fundit, që përdu me pëtëzum të ders, është fjalla të zote që të vala, ku Allahu ka thonë, wa anfiku mimma razaqnakum min qabli an yati ahadakum al-maut فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Dëgjoni shikë të thotë. Dhe shpenzoni punën e Zotit para se t'ju vjen vdekja, edhe secili prej juve me qeni gojë me thonë Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. O Allah, shtyma dhe pak afatin e jetës teme. Se me ta shtyro bjem, fe asaddaqa wa akun min as-salihin. Që qonat punojnë edhe t'japë sadaka, edhe t'bona pilburave t'mirë. Allahu e fëtë në përgjigje negativ. Wa la yu'akhiru Allahu nafsan idha jaa ajaluha. Allahu kur kujt nuk ja shtim e gjelin afatin, nëse ka caktume me dek sonte taravi, sonte ka me dek, s'ka përshmi të shpia. Nashtë i fulli e vletve, nashtë i fulli grujës, s'ka Allah. Se asë nuk shtyjën, e asë nuk përshpetuar. E lusë me Allah që Allah në mëjë për dhejkër për mire, e lusë dhe që Allah në mësoj me kuptu se qëfar vere ka koha se të mos Ramazan, edhe në mësoj me e shvizu këtë ku maksimalisht. Zotit dhe mëslimu, alhamdulillah.